Një aksident i frikshëm ka ndodhur rreth orës 3:30 të mëngjesit, ku janë përfshirë 2 automjete me 3 persona të plagosur rënd. Aksidenti ndodhi në autostradën Fier-Lushnjë në afërsi të pushimit të shoferit. Një furgon tip Benz që transportonte pasagjerë drejt aeroportit të Rinasit është goditur nga një automjet tip Benz gjatë një parakalimi. Pas përplasjes nga shpejtësia e madhe, Benzi ka thyer barrierat e hekurta, ka dalë nga rruga në anën tjetër të kanalit kullues përgjatë autostradës dhe është përfshirë nga flakët. Kanë arritur të dalin nga mjeti gjallë 4 personat që udhëtonin në Benzin që u doq. Nga ana tjetër, furgoni udhëtarëve me të cilin udhëtonin drejt Rinasit 7 pasagjerë dhe drejtuesi i mjetit kanë përfunduar qindra metra larg. Të plagosurit janë dërguar menjëherë në spitalin e Lushnjës, ku po marrin ndihmën e duhur mjekësore. Sipas policisë, rreth orës 3:30 në aksin rrugor Fier-Lushnjë, automjeti me drejtues shtetasin KE 24 vjeç, banues në Fier, është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin DT 55 vjeç, banues në Fier. Sipas së përplasjes, janë dëmtuar 3 pasagjerët e automjetit që drejtohej nga shtetasi DT, shtetasi GK 68 vjeç, shtetasja SJ 44 vjeçe dhe shtetasja OK 54 vjeçe, të cilët ndodhen në spital në kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Gjithashtu, sipas së përplasjes, automjeti me drejtues shtetasin KE ka dalë nga rruga dhe ka marrë flak, njofton policia.